Në spitalin Isa Grezda në Gjakov sot ka mbërritur një donacion humanitar që përmban pajisje të ndryshme mjekësore në të mirë të pacientëve. Donatori Gjafer Balaj tregoi se çfarë përmban ky donacion. Ky donacion që ka për spitalin Gjakovës kryesisht përmban ndihma për spitalore, do të thotë shtetër, karroca, mjete ortopedike, material shpenzues, pampresë dhe shumë artikuj të tjerë të nevojshëm për spitalet. Prej Suedi kanal. Sipas Balajt, vlera e parafort e donacionit e kalon shumën e 250.000 eurove. Është pak e vështirë të caktuar një vlerë saktë, po ato që mund të them, dikon e kalon vlerën e 250.000 euro. Një pjesë për këtij donacioni janë material shpenzues, ndërkaq pjesa tjetër është e përdorur por funksionale, tha Balaj. Një pjesë janë treja. Një pjesë janë treja, sepse janë material shpenzues, ndërsa një pjesë janë të përdorura, por gjithë janë funksionale, janë testuar dhe çdo gjë është funksionale ashtu si duhet. Balaj shtoi se ky donacion është realizuar fal Mërgatës së Gjakovës. Mergjimtarët e Gjakovës, kryesisht në Zvicër edhe në Gjermani, e kanë paguar donacionin për këtë spital. Do të iniciatori për spitalin Gjakovës ka qenë Mensur Kreloni dhe qytetari i Gjakovës, dhe ai përmes shokëve ka mbledh mjetet e transportit dhe e kemi sjellë këtë kamion. Ndërkaq për drejtorin e spitalit, donacioni ishte i nevojshëm dhe u shpreh falënderues për donatorët. Është i nevojshme për shkak se lehtëson punën në spitale dhe për qytetarëve që marrin ndihmë këtu në spitalin tonë. Unë i falenderoj gjithë donatorët, gjithë organizatorët e këtij donacioni që kanë bërë të mundur ardhen e këtij kamioni deri në spital. Kjo iniciativë erdhi me qëllim të mbështetjes së institucionit shëndetësor dhe pacientëve në nevojë.